Selam aleikum hoxh, a mundesh me na sqaru pse nuk lejohet martesa me një jo musliman? Aleikum selam wa rahmetullah. Allahu i lartësuar e ka ndaluar në Kur'an që një muslimane të martohet me një jo musliman. Dhe muslimania duhet që t'i bindet Allahut lartësuar. Arsyet pse është e ndaluar kjo, ti mund të meditosh në to. Ndër arsyet mund të jetë që fëmijët zakonisht ndjekin fen e babait të tyre. Zakonisht bashkëshortja ndikohet prej bashkëshortit të saj. Dhe besimtarja mendon për botën tjetër. Dashuria për një musliman vazhdon dynja, por nuk përfundon, vazhdon dhe në ahiret.